العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Nuk ka më të madh se Zoti Gjelle Gjelaluhu. Nuk ka më të madh se ai I cili krijoi qiellin dhe tokën dhe gjithçka që dim dhe nuk dim. Nuk ka më të madh se ai I cili ka vendosur me pas ditë gjykimi. Nuk ka më të madh se ai I cili ka vendosur me ardhë të dërguarit e Zotit. Nuk ka më të madh se ai I cili ka vendosur me therr kurban njerëzit. Nuk ka më të madh se ai I cili I zgjodhi dy khalilat, Ibrahimin dhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. O Allah na ringjall me ata dy. O Allah na ringjall me pesë dërguarit e Allahut. O Allah na ringjall me të dërguarit e tu. O Allah na ringjall me sahabët kiram radiyallahu anhum. Allahumma amin. Sendi kryesor që mbahet mend në ditën e Kiametit e që ka rëndësi është dashuria jonë ndaj Zotit Gjelle Gjelaluhu. Secili prej neve që Allahu I ka dhënë gjuhën, syt, vesht, mendjen, bukurin. Sa të mirë që na ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sendi kryesor I kësaj është krejt me çka ja kthejna dashurinë Allahut ton. Me çka ja kthejna dashurinë Zotit ton. Apo ndoshta na gërvishtet shpeshherë, apo na asgjësohet dhe zhduket kjo dashuri. Zujine linnasi hubbu shahawat. Njerëzve u është zbukurue dashuria e epsheve dhe të kanmeve, dashuria e kësaj bote janë zbukuru. Në këto momente, Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam para shumë viteve, në këto momente, njëjtë sikur që jemi duke e fal Bajramin, në këto momente Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam e pastaj është bë rituali haxhit, pjesë përbërëse e haxhit. Kur haxhi ju vjen prej Arafatit, pastaj kalon Muzdalife dhe I mbledh gurt, dhe pastaj vjen në Mina, në atë vendi ku është urdhërue me e therr birin e vet, Ismailin sallallahu alaihi wasallam, në moshën pas 90 vjeçare e ka dhënë Allahu Ibrahimi alayhis salam, I cili ka pas dashurinë më të madhe të Allahut në zemër, kur e ka pa Allahu që është gërvisht pak ajo dashuri. Kur e ka pa Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zoti jonë se pak është gërvisht ajo dashuri. O vëllazër, sa është gërvisht dashuria jonë ndaj Allahut? Sa është njollos dashuria jonë e vërtet ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu që s'ka send ma intim se kjo. S'ka send ma të madh në botë se kjo. Sepse në momentin që vdesim dhe na del shpirti, është Allahu Gjelle Gjelaluhu ai I cili mas shumë ti neve na mëshiron. Familjarët mbledhen, njerëzit mbledhen, na përcjellin, por është Allahu Gjelle Gjelaluhu që shpirtin e besimtarit, o I dhimbet be, o I dhimbet më shumë se gjithçka. Allahu Gjelle Gjelaluhu e don njeriun më shumë se gjithçka, çka mendon njeriu. Më shumë se nana, më shumë se baba, më shumë se gjithçka, më shumë se shokët, rrethi, xhamati, emri, klubi, amblemat, numrat, emrat, krejt. Allahu Gjelle Gjelaluhu e don. Ky Allah kur e pa, subhanallah, Ibrahimi alayhis salam, jo dikush tjetër, njeriu më I ndershëm në atë kohë, Khalilullah, I zgjedhur I Allahut, miku I Allahut, doste kishte marrë Allahu për veti, ishte përzit dashuria e Allahut me Ibrahimin alayhis salam, aq fort sa që kur filloi pak të njolloset dhe ajo shumë gjë normale. Instinkt është ajo me dash njëri birin e vet. Normal është me dash njëri fëmin e vet. Dhe kur filloi pak, jo diçka më shumë, krejt problemi I gjithë botës, I gjithë njerëzve, I gjithë gjinëve është njollosja e dashurisë që kemi ndaj Allahut. Po ka njerëz në botë që u zhduket dashuria e Allahut. Ka njerëz në botë që nuk e shijojnë hiç bile, dalin për kësaj bote, edhe nuk e shijojnë kurrë më dashurinë e Allahut. A ka se më keq se kjo? Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon neve me kurbanin dhe me gjithë këtë ngjarje të Ibrahimit alayhis salam, se te Allahu nuk fitohet pa sakrificë. Te Allahu nuk fitohet pa kontrollu gjatë ditës 5 herë. Dashurinë si e kena me Allahun. Ti e falem namazin po, e falem namazin tash po. Fa salli li rabbika wanhar, falem namazin dhe thërë kurbanin.
Inna shani'aka huwa al-abtar. Armiq që i ke, se ti e don Allahun, në rrugën e Allahut kime pas armiq. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ai që të shan tyje, ai që të armiqson tyje në dashurinë që e ke ndaj Allahut, edhe ndaj kurbanit që e bën për hir të Allahut këtë rast, huwa al-abtar, ai është farsosur. Nuk i mbin fara ati hiq, nuk del kur gja prej ti. Ai që të ka zili, që të armiqson, që nuk don, që të urren, që të këshirë me smirë, që të këshirë me syrin e keq, ai s'është tamam. Sa ai cili e don Allahun, e don edhe robin e Allahut. Ai që e don Allahun xhele xhelaluhu, ai që e don kurbanin, sakrificën, veprën e mirë, ai e don edhe robin e Allahut. Nuk ka mundësi mi nda këta. Prandaj, mos ta njollosin dashurinë që kanë ndaj Allahut. Send më të pastër në botë nuk ka se kjo. Ti mësojnë fëmijët me e dashur Allahun. Dhe normal Allahu mi dash ata. Po sa pak duhet me dash Allahun, Ibrahim a.s. e deshti të vërtetën, vetëm të vërtetën pse ka dashur, jo që diçka tjetër. Ibrahim a.s. nuk ka pas libra, as fakultet, as ezhar, as xhamia islamie, as Medine, kur gjë s'ka pas. Ibrahim a.s. ka jetuar në mesin e mushrikëve, subhanallah. Babën e ka pas gdhendës të idhujve, para mendo. Baba i vetë se ka mësu për Allahun atë, se ka marrë në xhami për dore, s'ka ardhur Bajramin me fal, baba i vetë ka besu se kipat janë zota. E Ibrahimi a.s. e ka kuptu këta dhe ka dashur vërtetën. Dhe kur njeriu e do të vërtetën, e don Allahun. Dhe Allahu ja mundson që ai ta gjejë vërtetën. Dhe ky Ibrahim a.s. pas shumë viteve, pak i njolloset dashuria, anon ka puna e djalit që është normale, Allahu e sprovon në punën e kurbanit. O vëllezër, sa kurbana do të mi prejna për njollosin e dashurisë tonë. Sa njerëzin botë e kërkojnë rrugën, e kërkojnë të vërtetën, ama s'u e gjejnë, aty afër e kanë. E kërkojnë në droga, e kërkojnë në haram, e kërkojnë në kriminal, e kërkojnë në mafiazitet, e kërkojnë në gjithçka tjetër, e kërkojnë në partia, e kërkojnë në lider, e kërkojnë në gjithçka. Ama harrojnë se e kanë me vete. Sepse kjo zemër dhe kjo shpirt dhe kjo gjuhë është krijuar për Allahun xhele xhelalu, para s'ka. Andaj vllai dashur. Vllai dashur, jeto për hir të Allahut për një me. Mos gabo ditën që ta prish dikush, ti me urrejt për vetveten, urrej për Allah, jo për vetveten. Duaj për Allah, urrej për Allah dhe të afrosh për Allah, dhe ti dush robrit e Allahut për Allah. Edhe njerëzit tjerë që nuk janë jo besimtar ti thras në Islam për hir të Allahut. Sepse te Allahu fitohet vetëm për hir të Allahut. Dhe Ibrahimi a.s. dhe pastaj të gjithë të dërguarit e Allahut që kanë ardhur me këtë haxh dhe kurban, dhe na që s'kena mundësi me shku në atë vend, na e lusim Allahun prej këtujt. O vëllezër, sa njeri prej juve ka zemrën të haxhit, ama nuk në haxh. Sa njeri atë ka shku në haxh, o nuk është atje. Sa njeri është në haxh, ndoshta nuk është atje. Sa njeri prej juve nuk është në haxh, ama zemrën e ka në haxh. Zemrën e ka në Arafat, Muzdelife, në Mina. Sa je don Allahun xhele xhelaluhu, ajo është e vërteta. Prandaj, të mendojmë, logjikojmë pak më shumë rreth kësaj pune, t'ua dashurojmë Allahun njerëzve. T'ua dashurojmë Allahun njerëzve, sepse robërit më të mirë të Allahut janë ata që ua kujtojnë Allahun njerëzve. Bota, njerëzit rënkojnë, shpirtat rënkojnë botë. O për Allahun xhele xhelaluhu, rënkojnë. Njerëzit për Zotin e vërtet, xhele xhelaluhu, jo për shirkun, jo për artakrin, jo për tjertë, jo për zjarmin, jo për lopët që adhurohen, jo për dika tjetër pas Allahut, jo për prirësat e ndryshëm dhe njerëzit dhe elitë botërore që nuk besojnë Zot, se nuk ka mundësi me pas bereqet. Prandaj kjo botë dhe gjithë shka që ka në botë nuk i nënshtrohet asnjëherë, nuk i nënshtrohet asnjëherë atij që nuk beson, vetëm është një sprovë e vogël e kësaj bote. Së shpejti do të kemi takimin me Allahun. Pasha Allahun në xhenet, njeriu do t'i kujton momentet që i ke fitu xhenetin. Cili është ai momenti që na mendojna se kena mundësi me fitu xhenetin? Cilën vepër e kemi bë për hir të Allahut, që sot nëse vdesim, na e merr shpirtin Allahu dhe kena shku te Allahu xhele xhelaluhu, që Allahu me të vërtet na ka dhënë xhenetin. Na në xhenet para mendo kimë kujtuat moment. Sot në këtë botë, kur dikush prej neve fiton një punë, një biznes, diçka prej shtëpinë në drejt, ai si haron ato momentet kush u bë sebeb për atë biznesin dhe punën që i ki marr. Nuk e haron kurr. Para mendo xhenetin
do të bëhet sebeb një vepër prej veprave që të ka thirr dikush për dorë në xhami e ja vëlla, për hir të Allahut, s'ka pas interes as pak, kjo është vepra e vërtetë dhe sakrifica e vërtetë. Prandaj kemi nevojë këtë shpirt dhe këtë zemër me e pastru me jetu për hir të Allahut, shumë e thjeshtë është. Shumë e thjeshtë është, por jo për inate, jo për zili, jo për smira, jo për sende të interesit së bote, jo për fotografi, jo për like, jo për sendet vogla të cilët e mashtrojnë njeriun, atë shumë që e mashtrojnë njeriun dhe haron njeri Allahun xhel xhelalu. Më bëni Allah se zgata, o Allah, me madhrinë tënde, me emrat tu më të bukur, me cilësitë tua më të bukura, o Allah, Rabbul Arshil Kerim. E lusim çdo kush prej muslimanëve në botë, i cili është duke vuajt tash në këto momente, o Allah banja bajram me të vërtet. Gëzoj ato zemra. Dhe kushdo që vret fëmijë, o Zot i madh, që ti e sheh atë gjendje, hakmeru o Zot sikur që ti din, ngushtoja shpirtin, ngushtoja fytin, ngushtoja jetën, le të marrim mësim, o Allah, me madhnin tënde që na ki sprovu në këtë botë. Me madhnin tënde që na ki sprovu në këtë botë, na bën prej atyre që e kalojna, me mëshirën tënde, jo me drejtsinë tënde, o Zot. Me mëshirën tënde, o Zot, jo me drejtsinë tënde, me mëshirën tënde, o Zot, me mëshirën të gjithëve, ta kalojna sprovën në këtë botë dhe botën tjetër, o Allah, çdo zemër të brengosur, çdo zemër të semur, çdo zemër e cila përçan ummetin, çdo zemër e cila ndan ummetin, o Allah, na bën për atyre që përparojnë nga rruga e Muhamedit alayhis salam, ta takojnë ata, të pina ujë nga dora e tij, të jemi së bashku me Ibrahimin alayhis salam, ne udhëzo fëmijët o Zot, na drejton neve, o Allah, na i drejton shpirtat ton, na i drejton zemrat tona, o sallallahu ala nabiyina Muhammed wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin, për hajrin e kohët bajrami, Allah na i fal mëkatet.